Lumir Abdigjiku, brenda subjektit politik, i nënshtrohet një lloj kritike, nëse nuk kam informata të drejt për drejta, por është logjike si në jetën e përditshme që të bëhet një lloj analize se ky investim çfarë rezultate prodhoi, po ky investim çfarë rezultate, dhe ai duhet përgjigjet në këto pyetje dhe do ta shohin që bilanci është jashtëzakonisht ekstremisht negativ për këtë subjekt politik. Kurse që ndoqi nuk ka rezultat politik për LDK. Kur rezultati politik, amnistimi i Vjosa Osmanit, mbrojtja blanko e saj, vetëm nga kalkulimi për kriju një paqe të rreshme publike që të mos ballafaqohen në teatrin politik me të, nuk është se dha rezultate. Unë jam i bindur që mbase edhe nuk mund të humb diçka më shumë lidhja demokratike e Kosovës. Figurat që kanë angazhim gjatë në LDK nuk është që kanë dalur në media, më shumë shohim zëra që mbështesin zotin Abdigjiku. Tani duke thënë që nuk do ta relativizuar, duke thënë që humbja nuk është vetëm rezultati, por e strukturës. Por edhe të njëjtit duke qenë mjaft kritik ndaj Vjosa Osmanit dhe që nuk do t'i japin më mbështetje. Edhe në këtë drejtim unë besoj që ky vlerësim i ri në këtë subjekt politik ka ardhur si pasojë e këtij vlerësimi, e këtij kalkulimi që është bërë për këtë investim të gabuar politik. Por duket që i goditur është nga ky rezultat direkt vetë Abdigjiku. Është rezultat. Ndëgjoj, mund bëj driblime. E mund gjej lloj justifikime, mirë, po për të njëjtin rezultat kishte shkuar në shpe Abdullah Hoti. Dhe Abdigjiku e kishte marrë drejtimin e LDK-s për shkak të njëjtit rezultat në cilën Abdullah Hoti e kishte lënë. Dhe tash e kemi të njëjtin rezultat. Dhe mos harro, cila është arsyeja pse Abdullah Hoti e ka pru lidhjen demokratike të Kosovës në atë rezultat. Një kauzë rëndësishme shtetërore. Abdullah Hoti ka dëmtuar ndoshta elektoralisht PDK-n, por e ka mbrojtur shtetin e Kosovës. E ka shmang një përplasje që ka mund të jetë fatale sa i përket ardhmës shtetërore. Ne e dim për shkak të marrëveshjes Washingtonit. Me 4 shtator 2020. Me 4 shtator, për shkak të marrëveshjes Washingtonit. Ndërkohë Lumir Abdigjiku nuk e ka asnjë aset tektil politik dhe diplomatik që do të mund ta justifikonte rezultatin elektoral për shkak se kjo bë për hir të një kauze më të madhe. LDK ka figurativisht kokën Abdullah Hotit për rezultatin. Pse e shmangi një marrëveshje pse e shmangi një tension me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me një marrëveshje që unë konsideroj që është ndër më të mira që është arritur deri tash në procesin e dialogimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Okej, kjo është opinioni im personal, se çdo njeri mund të ketë vlerësime të. Po të ju koka për shkak të rrugës së partneritetit me SHBA. Kjo është arsyeja pse tani standardet e njëjta duhet ato. Unë prapë tham, ai mund gjej justifikime, mund bëj driblime, mund përdor lloj skema që unë kam vullnet po partia nuk po më lejon e tjera. Janë çështje të brendshme të këtij subjekti politik. Se si ata do ta gjejnë rrugëzgjidhjen e tyre në këtë situatë palakmueshme në cilën ndodhen, është çështje e tyre, mirë po standardi mbi cilën LDK-ja e ka aplikuar, e ka vendosur vetë, sot e godet Lumir Abdigjiku. Nëse ky nuk ka vullnet për të qëndruar konsekuent këtij parimi, është çështye e tyre, nëse subjekti politik pajtohen me këtë, është çështje e tyre. Po trashëgimia na jep këto fakte dhe ajo që është më e rëndësishme për shkak të klimës populiste politike që u kriju në Kosovë në vitin 2021 kundër marrëveshjes së Washingtonit u godit lidhja demokratike e Kosovës, ndërkohë sot për cilën arsye. Cili është interesi shtetëror që Lumir Abdigjiku mund t'ja prezantoj mbështetësve të vetë të LDK-s dhe pastaj qytetarëve të Kosovës për këtë rezultat, që në fundi duke qenë një subjekt politik, që janë trashëgimi e Ibrahim Rgovës, i cili fokus kryesor e ka pas rujtjen me çdo kusht. Fokusin me SHBA-t. Në këtë drejtim Abdullah Hoti ka qenë brenda kësaj skeme të veprimit politik. Brenda kësaj filozofie edhe me çmimin e dëmtimit të LDK-s. Kurse kjo e Abdigjiku cila? Veç mungesa e rezistencës ndaj Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit.